rrugës personi fillon dhe e beson, e kthen në të vërtetën për veten që nuk mundet, nuk ja del, dhe ankthi flet me të tilla fraza që thot nëse ma lejon këtë pjesë që unë po e marr, që ti mos del, nuk komunikon në këtë midis, nuk shkon aty, e redukton këtë aktivitet, atëherë unë ta jap qetësinë. Dhe ky është mashtrimi. Ti e liron atë hapësirë. Për sa po ajo të zotërohet prej ankthit, nxitet një motiv tjetër prej tij. Cenohet edhe një hapësirë tjetër. Derisa krijohet ajo që njihet si ankthi generalizum. Ku ankthi fillon e i redukton të gjitha mjediset të cilat më herët për ty kanë qenë jashtëzakonisht kreative, rekreative. Domthon ankthi është totalitar, dëshiron të dominojë me çdo kusht, dëshiron me uzurpu krejt atë hapësirë në të cilën ti e ke gjetë qetësinë prehjen, e uzurpon. Dhe kur flet ankthi është ai lloj toni negativ për veten edhe për të ardhmen që çdo gjë tingëllon e pasigurt. Unë besoj në esencë të ankthit qëndron ajo që njihet si tanatofobia, frika nga vdekja. Po në anën tjetër ajo furnizon shumë zgjatime të tjera të ankthit të cilat vijnë në nivele të tjera ndërveprimi. Po nëse jemi aq të vetëdijshëm sa me kontrollu zërin e brendshëm, ju gjeni mjaftueshëm lëshime të ankthit që nuk mbështeten fare në evidencë, pra s'ka kur fare mbështetje faktike. Ankthi për çdo ditë atij që e përjeton tanatofobinë i flet me zërin nesër ndodh që nuk do të ekzistosh. Dhe nesërmja bëhet e sotme. Por e vërteta vazhdon që ai cyt edhe për të nesërmen tjetër me mendu. Pra nëse ti vnon kufi të qartë dhe fillon e kontrollon dhe e akumulon evidencën nëse nesër është sot dhe nuk ka ndodhur as edhe një gjë, pse duhet me vazhdu me furnizu, me besu diçka të tillë. Unë trajtoj klient, njerëz të mrekullueshëm, të cilët në një moment caktuar dobësie ju kanë nënshtruar ciklit të mendimeve negative automatike, të tilla të cilat janë të ikjes. Ai ka dy fenomene, ankthi ose luftohet ose duhesh me ik, me fluturu prej situatës, po që kanë ik në vazhdimsi. Dhe vjen një moment i caktuar kur njerëzit nuk mundin me bë luftën, sepse çaq shumë ka pushtu ankthi, sa më nuk ka një mjedis të sigurt. Dhe unë ju them, a ndalemi edhe analizojmë se çka na ka rrëfy deri tash. Për vitet të tona. Heqja dorë është suicid, mendoj. Në raste të caktuara mundet edhe atje me shty. Por në anën tjetër heqja dorë kupton deaktivizimin, pasivizimin, lënien e punës, ndërprerjen e kontaktit social me të tjerët, mbylljen në vetvete, të njerë vetlëndimin, përdorimin e substancave psikoaktive, përdorimin e alkoolit, sjellje të pashëndetshme, cilat besohen që po e mirëmbajnë një lloj shëndeti, mirëqenie, po e ndihmojnë personin me jetu. Dhe unë ju them, po e shohim në esencë, çka ka premtuar ankthi që do të ndodhë. Dhe asnjë prej atyre premtimeve nuk janë realizuar. Asnjë fatkeqësi e jashtëzakonshme s'ka ndodhur. Kush e mban gjallë atë, është vetë individi që e furnizon mendimin e caktuar, edhe e influencon mënyrën se si sillet, mbështet në atë zërin e brendshëm që unë po them është i korruptuar. Pra ju e përshkruat në aspektin teologjik është djalli versus angel. Më vjetër, interpretimi më vjetër, po. Ka diçka të vërtetë, është e mira kundër të keqës që po flet. Dhe unë them për herë, jo idet pozitiviste të pambështetuna. Unë jam më i mirë, unë ja dal, unë shkëlqej. Por provoje. Bëje një provë, edhe një tjetër. Dhe kësaj ankthi përballë fakteve dorëzohet. Nuk mundesh mu dorëzu përballë faktit. S'është e vërtetë që ankthi kontrollon. Na jemi zotrues të kontrollit mbi mendimet tona, që ajo që njihet si vetrregullim, lobi përparm frontal, që është pjesë e korteksit prefrontal, ku ka vetrregullim të duhur, në mënyrën se si unë e vendos vëmendjen time në mendimet caktuara, në kualitet të tyre, e determinoj dhe gjendjen emocionale. Nuk ka gjasë teorike që gjendja emocionale me qenë produkt i eventit, i ngjarjeve, është produkt i interpretimeve. Mali pylli për dikend është, ne kam shembull klasik në psikoterapi, mali pylli për dikend është ankthi vet, tirri,
frika, pasiguria, dhelpra, gjarpri, gjithë shka që ka portretizohet është negative. Për dike tjetër, është paqe, qetësi, ajri pastër, gurgullima tuj, gjelbrim, zogj, pra varet se si e sheh, se si e percepton, varet se ku e vendos vëmendjen tënde. Nëse sheh diçka që është adaptive në atë mjedis dhe ndjesia që do ta marr,